Administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka thënë se do të dërgojë në Ukrainë ndihmë ushtarake me vlerë $300 milion. Paketën e parë të ndihmës në disa muaj, teksa projekt ligji për një paketë të madh të ndihmës vazhdon të jetë i bllokuar në Kongresin Amerikan. Shtëpia e Bardhë ka shqyrtuar mundësi të shumta për të dërguar më shumë ndihmë ushtarake në Ukrainë, pasi ndihma paraprake prej Kongresit i është dërguar në tërësi Kievit në dhjetor të vitit kaluar. Këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare Jake Sullivan u ka thënë gazetarëve me 12 mars se fondet do të nisen nga Pentagoni, i cili ka kursyer para prej kontratave. Ndihma me vlerën e $300 milion është ndarë prej buxhetit gati $840 miliard të Pentagonit. Sullivan ka thënë se fondet do të përdoren për dërguar artilleri dhe municione për sisteme raketore amerikane HIMARS në Ukrainë. Ai ka thënë se ndihma do të ndihmojë ushtrisë vetëm për disa javë. Rusia i ka shpërsuar sulmet në vijën e frontit, teksa ushtria ukrainase përballet me mungesë të municioneve dhe raketave. Shtetet e Bashkuara, prej të cilave Ukraina ka pranuar më së shumti ndihmë ushtarake në 2 vjetët e fundit, nuk kanë munguar të dërgojnë ndihmën e re për shkak të bllokadës së Kongresit. Amerikanët në dhomën e përfaqësuesve janë duke mbajtur pezull një paketë të shpenzimeve që parashen ndarjen e $60 miliard si ndihmë për Ukrainën dhe pjesa më e madhe është për ndihmë ushtarake. Zyrtarët amerikanë të inteligjencës i kanë thënë një ditë më parë Kongresit se nëse Shtetet e Bashkuara nuk dërgojnë shpejt ndihmën në Ukrainë, atëherë forcat ukrainase do ta kenë të vështirë që të pengojnë përparimin e Rusisë. Lufta në Ukrainë ka nisur që prej 24 shkurtit të vitit 2022.